Zoti Telidi, ju keni ngritur alarmin se zjarri fiksi nuk kanë shkallët për kullat të larta. A është Tirana realisht e papërgatitur për emergjenca? Fatkeqësisht po, shumë pa dhe ditën e djeshme, që Bashkia e Tiranës në asetet e saj të drejtorisë së emergjencave, konkretisht të zjarri fikseve, kishte një zjarri fikse me shkallë deri në 5 kate. Pra mund të përgjigjet sfidës maksimumi deri në katën e 7, pasi edhe 2 kate tjera është hedhja e ujit. Dhe çfarë ndodh pastaj? Me kate 8 e lartë është thjesht në mëshirë të fatit dhe në duart e Zotit. Ishin dhe dëshmitar se si mënyra e ndërtuarit keq në Tiranë, mënyra e abuzimit, jo thjesht me betonizimin e Tiranës dhe me ngritjen e kullave dhe pallateve shumë katëshe që kanë marrë frymën Tiranës, por dhe zaptimi dhe eliminimi i hapësirave të përbashkëta, i rrugave, rrugicave, ku sidomos në rast të emergjencës duhet që të aksesohen nga mjetet e emergjencës që janë zjarri fiks, ambulancat, makinat e shtetit, policisë shtetit dhe kështu me radhë, siç u vërtetua dhe dje, ishte diçka e pamundur, ku betejë me flakët vazhdoi për orë të tëra, jo në saj të mungesës së vullnetit të heronjve dhe përsërisë të heronjve që ishin zjarri fiksit, po për faktin sepse thjesht pajisjet, makinat e zjarri fikseve dhe autobotët e ujit nuk aksesonin dot të tëra bashkarisht, po duhet me radhë njëra mas tjetrës, pasi mbaronte njëra të futet tjetra kështu me radhë duke pamundsuar fitoren e luftës që brenda minutave të para, por duke zgjatur ato deri sa praktikisht zjarri, deri në thënë në mënyrë ndryshe u shua vet, pasi siç e pam fasada u dogji të ra. Është thjesht një mënyrë gabuar që janë bërë punën në Tiranë gjithë këto vite. Dhe fatkeqësisht dje nuk ndodhi që të kishim humbje jetësh, por realisht realiteti tregoi që sfidat që ka Tirana përpara janë vërtet të mëdha, pasi këtu punët janë bërë keq dhe në të ardhmen mund të gjenden përballë. Nga fjala nuk vjen gjë, po edhe në dëme më serioze deri tek humbja e jetëve. Pasi ne shohim që Tirana është ndërtuar me pallate shumë katëshe. 10 kate, 12 kate, 15, 20, 30 dhe 50 kate. Çfarë ndodh nëse zjarri bie në katin e 10? Cila është përgjigjja që do vi nga forcat e emergjencës nga zjarri fikse? Në rast ato nuk aksesojnë dot më tepër se kati 7, pasi kanë vetëm 5 kate shkallë dhe 2 tjera është forca e ujit, e zorës ujit. Çfarë ndodh me katet 8 e lartë? Po qofse një nga ato 10 kullat që ka Tirana sot, pallatet e larta, bie zjarri në katet e sipërme. Si do të kenë mundësi të luftojnë zjarri fiks heroj, e përsëri që janë heroj, me flakët për të shuar ato? Cilat janë instrumentet që kanë ata në dorë? Dje ishin dëshmitar fatkeqësisht të një tragjedie në asete, jo tragjedie në jetë njerëzore, dhe kjo është fat i madh që ndodhi. Pasi siç e pam, 2 zona që u shpëtuan nga balkoni nga zjarri fiksit, fati i tyre i mirë që ndodheshin në katin e 5. Pasi po ndodheshin në katet më të larta, kush do i ndihmonte ato zona të shpëtonin? Nga do dilin ato? Ku shkallët ishte të tëra të mbytura në tyrë dhe ishte pak se sushme? Kush do i shpëtonte? Kush do vinte atyre në ndihmë? Po konkretisht janë disa pyetje të mëdha, të cilat përtej politikës përditshme. Tu po flasim për jetën e njerëzve, po flasim për sigurinë, e cila është gjëja parësore që duhet të sigurojnë strukturat shtetërore. Deri më sot, fatkeqësisht siç u pa dje, Shqipëria dhe Tirana ka dështuar në të siguri. Ishte diçka dhe qesharake. Erdhi zjarri fikse nga Kamza. Në Kamës dihet nuk ka kulla, në Kamës ka pallate, që më i lartë është 10 katësh. Dhe Kamza, zjarri fiksi Kamzës, kishte shkallë deri në 9 kate. Pra mbulonte, nëse ndodhi fatkeqësi në Kamës, bie një zjarr, Bashkia e Kamzës është e përgatitur me asetet, me strukturën e saj për t'i dhënë përgjigje sfidës. Ndërsa Bashkia e Tiranës, Bashkia e kryeqytetit, e cila ka një buxhet për 400 milionë euro çdo vit, nuk është absolutisht e përgatitur, përkundrazi, siç ke parë dhe pamje filmike dhe në media, po ashtu dhe nga kamerat e materialit të njerëzve që ishin në qark, makinat e emergjencës nuk futeshin dot. Një Tiranë e ndërtuar keq është një Tiranë e cila sjell pasojë jo thjesht në mungesë mirëqenies, por në raste të tilla, raste të rënda, zjarri, që është rasti konkret, apo raste tërmetesh, apo raste përmbytjesh, sjell një pamundësi për t'i ardhur në ndihmë në nevojtarëve. Dhe detyra e parë e shtetit është të sigurojë jetën, të sigurojë pronën dhe pastaj të japë mundësi njerëzve për të zhvilluar në aspektin ekonomik e financiar. Po në detyrën e parë, ky shtet fatkeqësisht që ne jetojmë ka dështuar. Apo ndërtohet Tirana për qytetarët apo për një grup të vogël investitorësh? Ndërtohen kulla nga 30-40 kate me metër katror që arrin deri në 3.000-4.000 euro, por kur vjen puna te një zjarri i vogël, nuk ka asnjë sigurie për banorët.
Tani apo ndërtohet. Për njerëzit nuk po ndërtohet. Sepse njerëzit e përsëris po jetojmë sot në Tiranë, e cila nuk është e sigurt. Dhe flakët e djeshme treguan këtë gjë. Kush ka fituar nga ata që kanë zaptuar hapësirat publike dhe që kanë ngushtuar rrugicat? Shpeshherë i kanë ngrënë, i kanë kafshuar ato, kanë ngrënë trotuaret. Kush ka fituar? Ndërtuesit kanë fituar. E grushti njerëzit që kanë marrë lekët e ndërtimit. Dikush i ka marrë direkt nga Bashkia e Tiranës, dikush i ka marrë nga Agjencia e Zhvillimit Territor, që drejtohet nga kryeministri. Këta kanë dhënë lekët. Nuk i dinin ta që po kafshonin hapësirat publike? Projektet janë të qarta kur miratohen. Dhe për më tepër që miratohen projekte që kafshojnë strukturë, kafshojnë hapësirat publike, që kafshojnë rrugët, që kafshojnë trotuaret, duke pa mundësuar aksesin e mjeteve të emergjencës, kryen pastaj një diskurs tjetër, por e cilësia punimit si është bërë. Si është të mundur që kartonat që dogjën në katin 0, kati për dhe, u përhapo flakët me njëherë brenda pak minutave deri në katin e fundit të pallatit, duke dhegur gjithë fasadën. Çfarë fasade është kjo? Kush e ka licenciuar këtë fasadë që më ka flak me njëherë? Tjetra pyetja tjetër, a është ky zjarri i parë që ka ndodhur në Tiranë? Jo. Por atë pallat, në anën tjetër të pallatit, po njëta gjurmë, po njëta godinë është djegur para të 2 vitesh. Pra u pa që ajo fasadë ishte deficiente, nuk ishte normale. Si nuk u morën basa për të zvendësuar atë fasadë? Kush është struktura shtetërore që lejuan vazhdimësia e të fasadë të ekzistojë aty në vetveten e saj? Para 3 vitesh kemi pasur 2022 kemi pasur tjetër zjarr, që ndodhi midis Lanës dhe rrugës Byshymshyr, rrugës Kavajës. Rrugës Byshymshyr, po. Edhe aty rast zjarri përsëri. E çfarë ndodhi? U bë një diskurs i zhbëtë sot, që shikoni, që nuk patëm humbje njerëzish, por ama godina u shkrumbua dhe atje të tëra. Sot po flasim për pallat të tërë, i cili është i pak sesueshëm. Dhe këto pastaj deklarata qesharake që do na vika tashti ëngjëlli, investitori, për të rekuperuar për çfarë duhet që të rekuperojë dëmin e investitorit? Pse? Qoftë investitori ka kryer punën e vet dhe ka bërë pallatin siç duhet, s'ka punë fare. Ama, në anën tjetër, nëse investitori është ndërgjegjshëm, që ka shkelur projektin, apo ka përdorur materiale jashtë standardit, apo ka abuzuar me lejen e zbatimit, apo ka abuzuar me lejen e kolaudimit që jepet fundfare. Nëse ka abuzuar me to, vetëm kjo është arsye që mund ta shtyjë një investitor, që do thotë aman mos u ankoni, aman mos hapni procedim penal ju të dashur banor, se pa meraku do harxoj paratë e mia për të rekuperuar dëmet tuaja. Ku ndodh kjo gjë? Ndodh vetëm nëse investitori dhe gjithë ata që janë palë në gjithë hallkat e dhënies së lejes, së zbatimit të lejes, të dorëzimit të objektit, e din shumë mirë që kanë shkelur ligjin, kanë shkelur procedurat, kanë shkelur rregullat e urbanistikës, dhe tashmë po bëjnë çmos për të ulur zhakat e nxehtë të njerëzve të cilët kanë parë me sytë të tyre dje se si u digjej i gjithë investimi i jetës tyre. Kam qenë dje vetëm te rre, kam qenë dje vetë afër flakëve. Dhe shikoj me sytë e mi se si po digjej pallati. Ka parë njerëz që qanë, njerëz të mërruar. Njerëz që thonin po digjet shtëpia ime, thoshte njëri tjetër po digjet shtëpia ime, thoshte tjetri. Se flakët kalonin nga kati në kat. Flakët madje në mungesë të ujit, i cili pasi mbaronte boti, duhet të lëvizte boti 5 minuta ishte vetëm zëvendësimi i botit i tjetrit, dhe ishte realitet kjo që fatkeqësisht, flakët ato më ndër i merrnin prapë veten e tyre. Pa e din ta që në Shqipëri ka i ligj që kur ti ndërton duhet ndërtosh në perimetrin rreth e qark godinës edhe hidrantët e ujit. Ku janë të hidrantët e ujit? Si është e mundur që kryen investime që nuk janë konform ligjit? Si është e mundur që miratohet një leje nga Bashkia e Tiranës apo nga AZT-ja, e cila përfshin brenda ka pjesë të saj edhe lejen që jep zjarfikset, që thotë duhet edhe hidrantë, dhe hidrant nuk ka. Kush ka kolauduar të pallatet fundfare dhe gjithë pallatet e Tiranës që ndërtohen pa hidrant? Kush është ai kurajozi? Kush janë këta kurajozët të cilët kolaudohen këto pallate, që nuk i bën asnjë përshtypje me thënë drejtën, por kur ndodh zjarri, kthehet pastaj temë kryesore rendite. Po ta vendosin vetën e tyre të kenë njerëz të tyre ato në ato shtëpi që digjen. A mirakosin apo jo? Pra është diçka e cila është jashtë çdo lloj normale dhe çdo lloj formati normal, të jetosh në Tiranë ku pallatet nuk kanë as hidrant, nuk kanë as shkallë emergjence, dhe larg qoftë të jesh vetë dëshmitar, të jesh vetë viktim e një zjarri të tillë që të mos dish se nga të shkosh. Është diçka e cila nuk kam shumë komente për këtë pjesë, por pamjet që pash dje ishin vërtet katastrofale.
Teksa ju po shpreheni që abuzuesit kryesor në këtë pjesë janë ndërtuesit. A mos vallë ka dështuar dhe Inspektorati i Shtetit, pra po flas për IKMT-n, ata që kanë për detyrë të inspektojnë ndërtimet e këtyre ndërtuesve? Nuk ka dështuar. Shiko, nuk ka dështuar të tërë palën këtë proces. IKMT e shef një tent që ti vendos atje, një çadër që ti vendos, shikon të karriget, numëron të karriget e njerëzve, të bizneseve, i keni parë gjatë atyre muajve. Dhe nuk që nga hapë shikove që janë zënë hapësira publike. IKMT-ja është palë, bashkia është palë, AZT-ja është palë, policia, strukturat që janë për të policisë që janë dedikuara për le të themi menaxhimin e territorit janë palë. Çdo kush i ka mbyllur syt në mënyrë të vetëdijshme apo pa vetëdijshme, vullnetshme apo pa vullnetshme, me porosi nga lart apo me zarfa në dorë. Të tërë janë palë të kësaj praktike kriminale, e cila nuk shtrihet thjesht atë pallat Shiraziare, por në çdo pallat të ndërtuar të Tiranës të këtyre viteve, ku mjafton vetëm mungesa e hidrantëve dhe shkelje flagrante dhe hapur e ligjit. Si është e mundur e përsis dhe të kolaudohet dhe të dorëzohet një pallat dhe të bëhet gati që të hyjnë banorë brenda, momenti që nuk është zbatuar plotësisht leja. Kush janë këta kurajozët, të cilët ligjin e konsiderojnë një cop letër për të interpretuar, jo për të zbatuar, që bëhen në dëshirën e tyre, hedhin firmat, por një ditë ata do përgjigjen para drejtësisë. Se këtu po flasim për jetë njerëzish, këtu po flasim për gabime, të cilat sjellin pasaj dhe pasoja, por që ndoshta nuk kanë aq të rënda. Po flasim për jetë njerëzish. Imagjinoni rastin ekstrem. Sigur dihet që pasur humbje jetësh. Çfarë diskush do bëj sot? Çfarë do flitet sot nëpër mediat, nëpër politikën shqiptare, në shoqërinë civile, në qytetarë, çfarë do flitet sot me njëri tjetrin? Është fat që nuk patën problematika me humbjen e jetës së njerëzve. Por ama ishte evidente që mund të ndodhte. Ishte evident që mund të ndodhte. Çfarë masa shumore për ta parapritur këtë gjë? Asgjë, përkundrazi. Janë shkelur lejet e ndërtimit, janë shkelur lejet e zbatimit në mënyrë të qëllimshme për të kushtuar disa para, që ta ndërtues do të bëjnë investimin, ku i thuhet që ka hidrantët, që ka shkallë dhe zjarre dhe kështu me radhë, që ka detyrueshëm me ligj tashmë, prej vitesh, për 15-20 vitesh, ta ka futur para xhepin e tyre dhe i ka shitur apartamente, pastaj me to çmimet e shtrenjta të Tiranës, që ne dimë shumë mirë, janë 2.000, 3.000, 4.000, varet ose nga zona ku ti jeton. Janë të tërë bashkëpunëtorë, jo thjesht neglizhencë pune, jo më janë bashkëpunëtorë. Pasi parkohet ti makinën nesër 5 minuta në një rrugë Tiranës ku nuk lejohet. Menjëherë do vi policia do t'i gjobën. Shkon nesër vendosi karrige nëse ke biznes, shto 5 karrige 5 tavole biznesit tënd. Përgjysoj të vinë direkt taksidare. Ama kur ndërtohen pallatet pa leje mbi pallate. Se ky Lilo, ky Arlis, kjo firma është e njohur dhe patur pallate shumë katësh në qendër të Tiranës. Pallat mbi pallat. Edhe pastaj kur shikon pastaj që ti kolaudohen pallatet pa masat e minimale të sigurisë, kjo është diçka e cila është e papranueshme. Banorët dhe thonin, ja të instaluara këto pjesët e në çdo kat, pjesës së hidrantëve të ujit. Por nuk punon asnjëherë për tyre. Çdo thotë instalojmë sa për foto, sa për fotografi, sa për të që ja ku i kemi. Gjërat duhet të funksionojnë. Nëse gjërat instalohen dhe nuk funksionojnë, për zë se nuk janë. Vërtet. Dhe fatmirësisht dje kemi patur vetëm dëme materiale. Por edhe dëmet materiale pasi njerëzit, numrat e njerëzve themi janë okay, pra nuk kemi pasoja në humbje jetësh, pastaj edhe dëmet materiale janë gjë shumë e rëndësishme. Unë flasim për njerëz që kanë investuar jetën e tyre, kursimet e tyre, pasi për ne shqiptarët, shtëpia pas njerëzve të familjes, shtëpia është gjë e rëndësishme. Dhe gjithë shqiptarët të pumbin, rrisin fëmijët e tyre dhe mundohet të investojnë në familje, në stre familjare. Streja familjare atyre fatkeqëve dje u shkrumbua në sytë e tyre, ku kishim 2 heronj zjarfikës me një zorë në dorë, të cilët prishin, hidheshin një çerekore ujë, pastaj bënin 5 minuta pushim se duhet të dyshon të botin. Dhe kishim 10 makinë shtetërore aty që nuk aksesonin dot. Kishim edhe zjarfikë të ardhur nga Kamza, nga Durrësi, nga Elbasan që nuk aksesonin dot, sepse ishte kafshuar praktikisht hapësira, ishte ngushtuar rrugët, rrugicat e brendshme, ku ato nuk hynin dot, që mënyrë që ishin 2, 3, 4, 5 zjarfikës që punonin paralelisht. Jo, punonte vetëm njëra prej tyre, të tjerët fatkeqësisht rrinin dhe bënin sehir. Jo me dëshirën e tyre, por s'kishin çfarë bënë. A është e sigurt kjo Tiranë? A është e sigurt ky qytet? A është e sigurt sot, nëse dikush ka vendin e punës vetë një nga ato kulla të mëdha, që është akati 8 e lartë,
dhe që ose larg qoftë, se nga fjala nuk gagoj, nuk e gjë, bie një zjarr dhe ai është i dërgjeshëm që forcat e zjarrit fikse nuk kanë shkallë që të shkojnë deri në 47, 48, ndihet i qetë i personit tillë. Si mund punon në kushte të mungesës sigurisë? Është antiligjore, jo thjesht antihumane. Është antiligjore. Kush e ka lejuar këto që të ndodhin këtë gjë? Struktura shtetërore. Dhe çdo kush i cili është palë kësaj gjës duhet të mbajë përgjegjësi. Pasi po flasim për dëmet që shkojnë deri në humbjen e jetës.